Por shkojmë pak tek ushqimet që na bëjnë mirë. Ushqimet janë esenciale rekomandoni ju. Për shkak se janë vendi përmes ushqimit ne I marrim vitaminat dhe mineralet që janë të domosdoshme dhe jetike për funksionimin e gjitha organeve dhe syve. Rekomandohet një ushqim I pasur me vitamina, me minerale. Sidomos vitamina A është shumë e rëndësishme për syrin. Kështu që një farlloj balanci dietik, një farlloj laramanie ku mund të inkorporohen gjitha llojet e vitaminave, gjitha llojet e mineraleve që pastaj I ushqejnë gjitha organet dhe syt njëkohësisht. Problemi I syve është pasojë rrjedh edhe nga genetika? Absolutisht po. Po, ha? Absolutisht po. Si çdo organ tjetër në trup, edhe smundjet gjenetike kanë një rol të rëndësishëm në smundjet e syve. Dhe pothuajse gjitha çrregullimet e kanë një predispozitë edhe gjenetike. Gjithsesi tash gjenetika është një faktor I pamodifikueshëm që nuk kemi shumë ndikim në të, mirë po mund të kemi kujdes që mos të shfaqet ai spektri I gjerë I çrregullimit ose I smundjes, pavarësisht edhe në qoftë se ki predispozit gjenetike. Tash nuk është kjo rregull absolut. Për shembull se I ndëgjon pacientat shpeshherë që fëmia I tyre ka nevojë për syza dhe prindrit thojnë ne asnjëri s'kemi syza. Okay. Po, qysh është e mundur tash që fëmia të ketë syza. Mirë po nuk ka rregulla strikte në këtë aspekt. Gjithsesi faktori gjenetik është faktor rreziku, mirë po ndikojnë edhe faktorët e ambientit, ata faktorë që diskutuam më herët.